në një situatë në të cilën, le të themi kështu, të qetësojnë tregjet, të qetësojnë individët, të qetësojnë investitorët dhe ne të mund në Shqipërisën tonë të kemi mundësi të kemi një sezon turistik normal, të themi kështu, sepse në fakt ekonomia jonë mbi atë bazohet tashmë. Pse e thoni këtë, zoti Spau, më analizo pak më gjerë. Po e them këtë sepse ka 6 vjet që bujqësia është në recesion ekonomik. Pra në Shqipëri prodhohet gjithmonë më pak çdo vit. Dhe si pasoj, le të themi kështu, kjo gjë tregon që ka gjithmonë më pak njerëz që merren dhe që prodhojnë. Dhe si pasoj Shqipëria do jetë edhe më e varur në raport me produktet bujqësore me importet. Ka mbi 3 vjet që industria eksportuese shënon shenjën minus. Pra është në recesion. Industria e lehtë që eksporton, dhe jo vetëm ajo e lehta, por sidomos ajo e lehta, dhe gjë që do të thotë që edhe këtu ka më pak të punësuar, ka më pak, ka probleme në rritje. Çfarë është rritur, ka qenë ndërtimi dhe turizmi, dhe shërbimet në përgjithësi. Dhe ajo ka mbajtur, ka bërë që ekonomia shqiptare të ketë një plus, një rritje. Nëse ne do kishim edhe 2 sektorët e tjerë të rëndësishëm për aktivitetet prodhuese dhe si industria dhe bujqësia në rritje, atëherë si ekonominë do kishim qenë shumë më të sigurt dhe më pak të prekur nga krizat ndërkombëtare. Nuk jemi fatkeqësisht. Zoti Spau, më lejo të të pyes, njerëzit me të drejtë pyesin, okej, rritja në njërin anë në shifra, po pse nuk ndihet në xhepat e qytetarëve? Pra, ka një shpjegim ndoshta më konkret lidhur me këtë? Shikoni, Istati ka publikuar shifrat e para që janë të fundit të marsit, për sa i përket nivelit mesatar të pagave. Në nivel bruto, ato janë 900.000 lekë të plota. Pra me një rritje me 9% në raport me vitin e kaluar. Ndërkohë,